Fabula satirike për të rritur dhe për të vegjël, po sidomos për të rritur. Bordi i privatizimit. Në bordin e privatizimit, me kriterje përshëmbarje, u caktuan pas testimit Ujku, Dhelpra dhe Gomari. Ujku tha, nuk ka dyshim se ky bord fort i nderuar do më trajtoj mua të parin, si ish i persekutuar. Të takon ti ish i parë, përkra Ujku në Vezgjati. Meriton ti ish pronar i gjithë tufës që ka fshati. Tufën ti e ke merit, tha Dhelpra gati për firmë. Po më parë ti ndajmë tapit, të marun pularin. Edhe unë një cop lëndin, guxoi kërkoi Vezgjati ngrat. Ti bolli than, ke lirin, të pëllasësh ditë e natë. Cjapi dhe kasapi. Kur ju rritën brirët cjapit, por dhe mjekra dy pëllëm, i del për para kasapit dhe i fletë rëndërënd. Mos kujto se ta kam frikën, me këta brirë të meroj botën. Kasapi rëmbevi thikën dhe në qast i previ kokën. Nga ajo ditë e shënuar, kur e psoj mjekërgjati, mbeti shpreja e dëgjuar shkoj si cjapi te kasapi. Gomari dhe mushkat. Kur u prezantua Gomari në vendin e ri të punës, tha veç dy fjalë shkreti, jam baba i mushkës. Mushka nga anë e saj, 1000 fjalë tha, veç harroi të shtonte, kam Gomarin baba. Korrupsioni dhe drejtësia. Korrupsioni i maskuar takon në rrugë drejtësinë, tregohet fort i malluar, i flet për fëmijërinë. Bashkë kemi qenë shok, në vitet parashkollore, të kujtohet kur vraponim bashkë të zënë dora dore. S'ma harrohet kur trokite atë ditë tek unë në port. S'ke faj, kanë kaluar vite, ec ta pim nga një gotë. Më pas ja kishin shtruar në lokalin diplomat. Mezet s'kishin të mbaruar, birë, raki e verë moskat. Në fund shkoj kamarieri që të bënte llogari, i drejtohet korrupsioni dhe i flet me ligësi. Po pres të më kthesh kusurin, të kam dhënë $100. I utuar kamarieri kthehet gati duke qarë. Ku është drejtësia o zot? Ju asgjës më keni dhënë. Drejtësia nuk fliste dot, se kish grykën shumë të zënë. Fabula konkurimi përshkruan situatën e meritokracisë aktuale në Shqipëri. Konkurimi. Konkurojnë për zë të mirë Vezgjati me Bilbil. Bilbili si Bilbili ligjeroi plot hieshi më të bukrat melodi. Vezgjati palli më pas, ashtu si ditë plas. Jurin faqe me nder e kryesonte një goxha derr. Te derri në përfundim dha këtë vlerësim. Më bukur këndoi Gomari. Ju e pat, u shkund qilari. E kish zërin më të plot, si mungonte as një not. Tha Bilbili shkret pike vrerë, ç'mund të presësh nga një derë. Derrat në kabinet. Tregoj një herë, ka disa vjet, që derrat formuan një kabinet. Derrat si derrat, kusur më slan, hapi shëtit e veç shtodh janë. Korit më korit, e pron më pron, të gjithë u zhytën në korrupsion. Bëri që nuk bëri ky far kabineti, po fermën e la ku thret qameti. S'kan faj derrat, than lopët kur i pan. Derrat mbeten derra, s'bën dot luan. Kur Gomari u bë mbret. Kur Gomari u bë mbret me spektër dhe kuror, vuri gjithë fisin e vet gjykatës dhe prokuror. Jo vetëm në drejtësi, u mbushën zyrat me Vezgjat, por dhe në diplomaci, ambasad më ambasad. I than të vetët, nuk ka shtet, s'po na ecën as një punë. Ja kthem Vezgjati prepotent, si nuk ka, shteti jam mund.